Surja Kaf Mekase 45 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Qaf wal Qur'anil Majid. Kaf. Betohem në Kuranin e lavdishëm. Bel ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Po, ata çuditën që nga gjiri i tyre u ka ardhur një paralajmërues, kështu që mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. A idha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id. Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të ringjallemi sërish? Ai kthim është i largët. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Ne e dim sa prej tyre i merr toka. Tek ne është libri që i ruan të gjitha. Bel kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, kështu që ata janë në gjendje të turbulluar. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. A nuk e shohin ata qiellin që qëndron sipër tyre, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur farë plasaritje në të? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar male të palëvizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbijnë gjithë farloj bimësh të bukura. Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Si mjet ndriçimi të mendjes dhe për kujtesë për çdo rob që i drejtohen Zotit të vet. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Ne lëshojmë nga qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithëra që korren. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dhe palma hurme të larta me tufa frutash njëra mbi tjetrën. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj. Si ushqim për robërit tan, në këtë mënyrë ne me shi e ringjallim tokën e vdekur. E kështu do të jetë edhe ringjallja. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Para tyre ka mohuar populli i Nuhut, banorët e Resit dhe fisi Themud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Edhe fisi Ad, Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Edhe banorët e Ejkës, edhe populli i Tubas, të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Prandaj kundër tyre u përmbush dënimi im. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Val, a mos u lodhëm ne gjatë krijimit të parë? Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Ne e kemi krijuar njeriun dhe ne e dim që i përshpërit atij shpirti i vet. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Dy engjëj i rrinë atij nga e djathta dhe e majta. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dhe për çdo fjalë që ai thot, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër. Ja, kjo është ajo se cilës përpiqeshe ti ikje. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Dhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcënimit. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Çdo shpirt do të vijë i shoqëruar me një engjëll grahës dhe një engjëll dëshmitar. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Mohuesit do t'i thuhet: Ti ke qeni pa vëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është i mprehët. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. E shoqëruesi i tij engjëll do të thotë: Këtu është shënimi i veprave të tij që kam gati. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Do të thuhet: Hidhni në zjarr çdo njeri jo besimtar, kryenetsh, مناع للخير معتد مريب. pengues të mirave, shkelës dhe dyshues në fe. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Çdo njeri që ka besuar në Zot tjetër përveç Allahut, kështu pra, flakeni atë në dënimin më të rëndë. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. E shoku i tij djallë do të thotë: O Zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë,
por ai vet ka qenë në humbje të madhe. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Atyre, Allahu do t'u thot: mos u grindni para meje, unë ju kam paralajmëruar me kohë. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robërit e mi. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Atë ditë, ne do ta pyesim Xhehenemin: a u mbushe? E ai do të përgjigjet: a ka edhe më? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Dhe jo larg prej aty, xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Që do t'u thuhet: kjo është premtuar për ju, për çdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Që e ka pasur frikë të gjithëmëshirshmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Hyni në të xhenet me paqe e siguri. Kjo është dita e amshimit. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Sa breza shumë më të fuqishëm ne I kemi shkatëruar para tyre. Ata brodhën nëpër tokë, po a mund të gjenin strehim? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Vërtet, këtu ka këshill për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Ne I kemi krijuar qiejt, tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndjer lodhje as pak. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Andaj, duroje atë që thon ata, madhëroje Zotin tënd, e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Madhëroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Dhe vëri veshin thërritësit
që thërret prej një vendi të afërt, يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ditën kur ata do ta dëgjojnë thirrjen e vërtet. Ajo do të jetë dita e daljes, ringjalljes. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Jemi ne, ata që japim jetën dhe vdekjen, te ne do të kthehet çdo gjë. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Atë ditë, toka do të hapet e ata do të dalin me nxitim. Për ne, është e lehtë ti mbledhim ata të gjithë. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Ne e di mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojmë. Prandaj, këshillo me Kuranin çdo që ka frikë para lajmërimin tim.